Pa eufori për fitoren e parë juridike në gjykatën kushtetuese për rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kryeministri Edi Rama në komentin e parë pas vendimit të së premtes e shikon atë si eliminimin e një precedenti unik në botë. Dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Kryeministri Edi Rama më tej e shikon këtë vendim si një frenim të asaj që e quan deri diku abuzim e lirin që gëzojnë përfaqësuesit e akuzës. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkërptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Pa dhënë detaje specifike, kryeministri Edi Rama ka treguar se hetuesit e BKH-s kanë trokitur në derën e kryeministrisë. Protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kanë dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pasi ka vlerësuar maksimalisht Altin Dumanin duke i shprehur respektin e tij dhe urimin e çdo të mirë në vazhdim, kryeministri Edi Rama dha edhe një mesazh për Klodian Brahon, drejtuesin e ri të SPAK. Ndërkohë që kryeprokurori të ri Klodian Brau i uroi ta çojë SPAK-un në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni nëse maskohet me statistikat nxjerra nga thonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkeljet ligjit nga dosjet hetimore, për cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. Kam shumë besim se eksperjenca e 6 viteve thekson kryeministri, arritjet e padiskutueshme, si edhe mundësisht modestia domosdoshme për të parë në sy vetë kritik punën e drejtanishme, mund ta çojnë SPAK-un në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot.